Albin Kurti dhe Lumer Abdigjiku u olën sërish përballë njëri tjetrit. Kësaj radhe, liderët e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës diskutuan për propozimet konkrete për president konsensual. Takimi mbi 3 orësh i bëri optimist për zgjidhje të dy liderët, të cilët megjithatë vendosën që emrat e diskutuar të mos i bëjnë publik. Tash negocimi është shumë i vështirë, sepse duhet të diskutohet hollësisht e gjerësisht. Shumësia e emrave që trajtohen shtohet atëherë kur njërit prej bashkëbiseduesve në radhën kur ka fjalën sjell emër të ri dhe argumenton për filan personi, e më pastaj duhet të dëgjojë të tjerët se çfarë mendojnë për atë person, por lista e atyre emrave zvoglohet atëherë kur është e qartë se nuk do të mund të ketë dakordim për ndonjë emër të përveçëm. Të gjitha propozimet sipas kryetarit të LDK-s Lumer Abdigjiku janë në një vijim me parimet e dakorduara. Në tërësinë e emrave të prezantuar, mund të them me bindje të plotë se të gjithë emrat në masë të madhe, dikush më shumë e dikush më pak, është në vijim me parimet e dakorduara deri më tani. Dhe në këtë drejtim, le të themi se ky është një hap përpara, meqense nga koncepti politik rreth parimeve kemi kaluar në emra. Megjithatë, analisti politik Latif Mustafa është pesimist për arritjen e një marrëveshjeje. Me që Albin Kurti dhe Abdigjiku nuk kanë arritur të bëjnë marrëveshje për qeveri, unë nuk e besoj se mund të vije deri te pika ku LDK-ja dhe lëvizja vendosje mund vinë në ujdi për ta zgjedhur president. Mund vinë ujdi për emra, mund të shkojë që është ndoshta edhe në kuvent, po nuk e besoj se mund të zgjidhet ky. Domethënë ky president kushdo që është ai, e gjithë situata është një farë, ku thash, teatraliteti politik, ku të gjitha partitë, domethënë po bën një teatr që secila të heq nga vetja, nga supet barrën që mund të akuzohen për bllokat të mundshme dhe të shkojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit 27-it, kurdo që vendoset. Ky është takimi i dytë i Kurtit dhe Abdigjikut për emrin e presidentit konsensual. Përveç tyre, në të dyja takimet morën pjesë edhe përfaqësues të tjerë të partive. Me Kurtin ishin Hekuran Murati dhe Arbërien Agovci, ndërsa me Abdigjikun, Vjosa Osmani e Lutfi Aziri. Me një propozim apo me më shumë?